Bashkë me Fatjonin kena ardhur Flughafen Basel shtu, që ku është aeroporti i Baselit, po shkojmë me marrë një shok tonin edhe me po, se këtu ka shumë shqiptar. Hoj! Si e? Si kalove? Mirë shumë. Au love? Qa po ban? Mirë. Si e? Jam në video në një të reale. Po përbes, atë pengon, edhe më fut. Ki e profesion e ki këtë punë ti. Ky zotëria po më flet për shëndetje, si kalove? E po sa ti të marrën, e kam paramenduar një herë me po kështu që shillova kështu rastisht, cak. Hej, faleminderit shumë, respekt. Atë pengon që je në kamerë, ajo? Jo. Për me? Jo. Kush jeti më falë? Prezento? Selman Zeka, jo. Selman Zeka. Jeton këtu në Zvicër? Po. Okej. Vite? Vite. Shiko, unë jam të prit një shok këtu në aeroport. Tash më si më fole. Dakord. Respekt, s'prish mund me bëj i pyetësor. Si du. Hajde, s'kam shef. Si du. Jeta, Fatjan, hajde vëllazko. Hajde. Jeta role është kjo. Në fakt, unë Selmana, po. Selman, egzosh. Unë me këtë jetën reale lëvizi kado, edhe ku ka një shqiptar që ka qef me tërgu pak veten e tij, lirisht më drejtohet. Tash me qenë se më fole, edhe s'po të pengon me bëj intervistë, kam qef me të pyet, se ka shumë shqiptar histori të ndryshme. Ke vite që je në Zvicër apo jo? Shumë vite. Sa vite? 38. 38 vite në Zvicër. Kanë qenë të mira, të vështira për ty? Po edhe të vështira, edhe të mira, mënyra ndryshme, kohëna ndryshme, situata ndryshme. Okej, çfarë ke punuar në Zvicër? Gjithçka. Po, përveç. Momentalisht çfarë punon? Se kështu si zotni po dogësh, ha? Me shef bonga apo çka? Momentalisht mirë me transportin e njerëzve që vinë nga shtete tjera. Okej. I përcjellim deri në Anija, po në aeroporte private. Okej. Ata që vinë për shembull prej Dubai, ku të dinë prej. Okej. Po tim çfarë punë ke? Nana me çun ndani duhur ata. Okej, pra domethënë me transport privat që Po. i merr turistët apo njerëzit që okej. Je i vetë punësuar apo punon për dikë apo? Po, për dikam. Për dikën. Okej, bukur shumë. Ma mirë, ma letë. Ma mirë, ma letë. Okej, Selman, çfarë dorësh me ty tjetër more? Këtu në Zvicër jeta e mirë për pesa, po? Si të thënë, jeta e mirë në varet për... Do shta për dikon është. Okej. Ka dhe të mira, sigurisht, da një ullë ka të mira, ka të keqe, ka gjithçka ka, po. E ti në Kosovë i kaj ti? Unë jam i Medvegjës. I Medvegjës! Se Në roj atë, në roj Medvegjës. Në roj Medvegjës. E tash... Përshëndetje, si kalu? Tash... Pas ka zonja, thote. Po ku me zonë në Interesant. E pas ka zonë, thot nja. Interesant është njerëzit si është. A nalën në studion? Po, mundemi me nalën. Po, nalën. Hajde rrim këtu, takojme. Ja, ku jam taku? Halo. Përshëndetje, si ka lut? Qa bëhot? A jeni mirë, a vlodhe? Si ka lut? A jeni lodh? Më falë vetëm 2 sekonda, sa ta përfundoj këto. Po interesante more kjo jeta reale ime, është shumë interesante. Jo rreth e mira ashtu. Po. Këtu jam bashkë me Selman Zeka. Selman, hajde na tregoj diçka interesante. Histori e gjatë është. Histori e gjatë. Histori e gjatë, po. Nime. Sigurisht. Okej. Shiko, 38 vite janë shumë. Janë shumë të Këto, një pjesë tjetë që kam kaluar në Medvegjë. Si ri kam dojë për aty, në Prishtinë, në shkollës, studime në fillim. Pastaj jeta në qiti këto dhe që. Okej. Padashje. Padashje. Sigurisht. Në Medvegjë, në vendin tonë, vjen apo nuk vjen? Po, shkoj nga njëra që. Si duket atje, ka preparuar apo jo? Ja, Medvegjja nuk mundet me preparu. Jo, absolutisht jo. Duket ka shkelje tepër, ta diskriminim, ha? Me preparu atje është problem. Ashtu, ha? Ja, shqiptar kam me pak dhe kështu që kam me një veni mund lirisht me thoni vdekur. Okej. Tashi ti jeton 38 vite në Zvicër, më thaj. Do me jetu përfundimisht përgjithmonë me nipa, me mbeza, me gjithë trashëgimtarët? Pa tjetër, kjo është imponu kështu, jetë këtu ki familjen komplet me fëmijë, me nipa, mesa, jeta këtu është ka zhvillohet. Çka bëj atje vetëm? Okej. S'është ajo... Absolut. Ai me rako gjithmonë, por... Në Kosovë ke qenë? Po... Si duket Kosova? Kosova ka përparu shumë, në çdo aspekt. Ka ecë mirë? Okej. Ka ecë mundit edhe më mirë, ka mundet edhe më mirë, edhe besoj që do të bëhet më mirë. Mirë, është, unë
me gjitha ato që të arritura, jam i kënaqur kështu. Okej, Mirë, bukur. sigurisht që ka për të bërë alo, kupton. Shumë bukur. Shumë interesant. Kryesisht. Po, më thuj. Jo, kryesisht. Okej. Shumë interesant gjë. Ku jam me Selman Zeken. Selman, e para si u taku më erdhi interesant, e dyta faleminderit që pranove, e treta pse jo me të ftuar në studio. Ndoshta më na tregu diçka më tepër, me qenë se kjo është jeta reale. Unë s'po du tash me qenë se sot ndalove tamam siç duhet, pas një histori shumë gjatë që po thu ti. Pse mos më trajtu një temë në mision, unë me një shqiptar të diasporës i cili ka mundësi me na tregu shumë gjëra interesante, ndoshta apo jo. Shiko, unë besoj se secili njeri ka diçka për të thënë. Absolutisht. Sa më i vjetër që ti jetë, ka më shumë bagazh. Absolutisht. Po. Dhe sidomos jeta këtu përpet me aktivitete me edhe kemi për të folur, sigurisht se ka gjithçka për të folur. Ka rrëfime të ndryshme, kona të ndryshme, situata të ndryshme, kupton? Okej. Ka gjithçka për të folur, me të vërtetë. Okej. A më vjen në studio kur të rras? Do më vish për një temë? Nëse më fton. Nëse të ftoj. Po, nëse fton, besoj se të ta gjejmë një kohë duhur. A beson ti që unë kur ta jap fjalën e moj apo nuk e moj? Po, unë ty të një vetëm për mes televizorit, do me thonë drejtën e keni emision shumë mirë. Faleminderit shumë. Unë e shikoj, nuk sigurisht se s'mundem Shumë faleminderit. çdo emision, por unë e shikoj me shumë kënaqësi. Jo vetëm për të thonë kështu, Shumë direkt, por shumë faleminderit. e shikoj me kënaqësi shumë. Shumë faleminderit. Edhe do vi me kënaqësi. Edhe unë pra po të jap fjalën që më kënaqësi do të ftoj edhe kemi qenë pjesë në emisionin. E kapim temë së bashku për jetën në Zvicër, jetën në diasporë, vështirësitë, të mirat dhe të gjitha sakrificat që ka diaspora në këtë vend. Ashtu, kemi për të folur. Kemi për të folur shumë. Shumë faleminderit Selman. Gjithatë mirë. Shumë respekt zotit të ri. Faleminderit edhe ty. Je shumë i mirë. Shumë faleminderit. Shumë interesant kjo intervistë. Do ta ftoj Selmanin në studio patjetër. Shumë faleminderit, respekt e zot mirë i dashur. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.